Kryeministri Edi Rama ka ndarë pamje nga konferenca ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian e zhvilluar në Bruksel. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i qeverisë e cilësoi këtë një tjetër moment të rëndësishëm në rrugtimin evropian të vendit. Mirëmëngjes dhe me një tjetër ditë të shënuar të Shqipërisë Evropiane, ju uroj një ditë të mbar, shkroi Rama duke shoqëruar mesazhin me pamje nga konferenca. Ajo çfarë ndodhi tani shënon vërtet një gur kilometrik tjetër shumë të rëndësishëm në rrugtimin e pakthyeshëm të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. E siç u tha, sapo ram dakord të mbyllim 3 kapituj të rëndësishëm negociator dhe ky nuk është thjesht një hap në këtë proces të gjatë, por një vlerësim i qartë që Shqipëria po ecën përpara që reformat po japin rezultate dhe që vendi ynë është gjithmonë më tepër i përgatitur për të marrë përsipër përgjegjësitë e anëtarësimit. Sotmja është e rëndësishme edhe sepse thekson një mesazh mjaft të fuqishëm të kësaj të ashtu quajturës epokë e re. Shqipëria jep rezultate, Bashkimi Evropian jep rezultate. Shqipëria ecën përpara dhe Bashkimi Evropian reagon në përputhje me këtë dhe ky është thelbi i procesit. Sot mbyllëm, siç dëgjuam, 3 kapitujt e parë me Shqipërinë. Është një moment i madh për Shqipërinë në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian. Është një super e martë për zgjerimin dhe Shqipëria është pjesë e saj. I mbyllëm kapitujt për kërkimin shkencor, për arsimin, kulturën dhe po kështu dhe marrëdhëniet e jashtme. 3 përfunduan, kanë mbetur edhe 30 të tjerë. Këto janë fusha ku Shqipëria është tashmë pjesë e familjes evropiane praktikisht. Shqipëria ka qenë në përputhje të plotë me politikën e jashtme të BE-s për shumë vite tashmë. Dhe universitetet shqiptare janë pjesë e rrjetit të kërkimit të inovacionit evropian. Vendet që marrin pjesë në Horizon Europe dhe më shumë se sa 50.000 studentë shqiptar kanë marrë pjesë në Erasmus Plus, që shprej se programi nisi në 2014. Përgëzime të gjithë miqve tanë shqiptar për punën e tyre dhe për këtë arritje. Sot është një ditë vërtet e rëndësishme për Shqipërinë, por e rëndësishme edhe për Bashkimin Evropian. Është një super e martë me një super fund.